qëllim. Jo vetëm për veten e vet, po me sakrifiku veten e vet, pa lyp burime për me u shkollu, po gjithçysh me u gjunë punë dikon edhe me çu parën në shtëpi, sepse familjarët e tonë atko ishin të varur saktësisht prej tyrave që vinin prej Gjermanisë. Prandaj u deshke me gjetë gjithçysh mundësi ndryshme përmes klubit të futbollit, sepse fillova me u dallu aty në atë vend dhe më dhanë me mbajt fushën e sportit. Kur s'jam harroj atë mirë, isha një pak të vogël, me ato para, pastaj ju ndihmojshëm familjes edhe vëlla dhe motra që më ishme punu ka pak. Domethënë ka qenë një kohë jashtëzakonisht e vështirë, në diasporit cila realisht në atë kohë ka shku me tjera kërkesa, me tjera pritje, imazhi nuk ka qenë i mirë. Unë vjen shumë keq se shumë tri kanë deviju në atë kohë sepse e kishin barrën e familjes në Kosovë dhe me pa mundësi për të punu legalisht, kanë provu me ba dhe gjona tjera të cilat përmisjell ma shpejt e tek, po flasë për një pjesë, e kuptohet që jo që shumica e kanë rujt, se tam... A më tjetër diçka isha shumë keq, isha gati në depresion, sepse ke prit diçka, e këtë gjendje të gjithë e kanë pas, edhe Shqipja e ka shpjegu kur ka qenë këtu për shembull një emision, gjithë kanë kalu në për të. Në atë kona e kemi pas shembull një kushëri që ka shku dhe kanë bo ata punë të mirë, dhe më thotë qa që ka qenë informata jonë. Dhe kur kemi shku të 90-tave në Gjermani në për venet perëndimore, kemi shku me idenë që na atje punojmë edhe qojmë pare. Kur kemi shku, azilanta, as drejt qytetit nuk na pas me lëshu pa një zotër genemi gunguquj, një loj vërtetimi ose dëshmije nga policia, ku po shkëm se po shkëm. Nëse moj veç shkurt me ndërshku. Burgim ka qenë më ratë qytetit, unë mos kisha lujtë futbol në atë ku, dhe ta gjeja një pjesë, se më thot, ku muj me kalu kohën dhe me undi, e do bishëm për shoqnin, unë s'kisha mujt me shtyme, me jetu matutje. E pas luftës të vërshtet këtë pjesë e fërmene, dhe shta pasaj më këthy, në kohët luftës, pas luftës kam vazhdu me studime, pasaj t'ju falenderu dhe taksa paguzve Gjermane, kam qenë bursist në mënyrë të vazhdueshme, në Universitetin e Hamburgut, një semestër, në Universitetin e Chemnitzit, pastaj në Berlin, ku e kom bërë në Bundestag edhe këtë fellowship që është jashtëzakonisht bursën parlamentare, ku kjo është një historinë vetë edhe besoj që edhe kolega që do të lidhet nga Berlini, atë ku e kam njoft, Vjollcën. Është interesant kjo pjesë sepse ishin vetëm pak ditë nga shpallja e pavarësisë, kur ne kisha fatin të shkoj në Bundestag, pra isha me atë krenarinë e jashtëzakonshme që ta promovoj sa ma shumë shtetin që ishte shpallë shumë freskët, si ta quj, dhe në Berlin bëheshin aqë shumë aktivitete në atë ku s'kemi pas asë një përfatësi dhe vetë mja me bete klubet, ishin 2 klube shqiptare në Berlin që i vrapoja herët e njëra herët e tjera që të gjej njerës që thamë hej këtu bëhat një aktivitet, se aktivitet na vishin të këzyrat e deputetit. Dhe unë shfrytëzoj ato dhe deputeti kishte mirë kuptim të plot që unë t'isha i lirë në orarën e punës të merja pjesë sepse isha i rebeli që doja gjithësysh. Çdo herë, ama bashkë çdo herë ka pas për ambasadës serbe në Beograd, serbe në Berlin që kanë pas delegum që kur është në majtë të loj takimesh, debatesh të mdoja në për Berlin, që të provojnë ata një lusin realisht. Ka qenë jashtëzakonisht. Nora, dhe se keti qka për të thonë. Veç një çështje, se shumica nuk e kanë shumë qartë çfarë peripetish ka pas diaspora, din. Neve nuk na kanë leju as me u regjistru në shkollë. Do është mami dhe babi me angazhu avokat, që me na regjistru. Kush i kalon 18 vjetë s'ke pas drejt shkollime. Jo, po ne kemi qenë të mito, në më thanë i kam pas 8 vjetë. Unë vetë më zgjidhe kom pas me lujtë futbol dhe më kryme nejtë azilat. Qajo është përgjigja depresionit, ose kur ti si edin si prendsash i rëndësishëm shkollime edhe dush me luftu. Kjo është një realitet komplet tjetër prej asaj çfarë. Ta thome që edhe një fjalit shkurt për rolin në atë kohë të diasporës tonë, bërgatës tonë, njerëzve që kanë punu. Ne i banëm disa aktivitete falë tyre, se s'kishëm, po thamë, do një përfatësit shtetit tonë, dhe ku gjetëm si puna e Vjollca Hajdarë që do të lidhet sot, pas edhe Besa Shahini ka qenë atë kom kujtohet, ka qenë studente e masterit në Gower School of, nuk e di kjo e harrova emrin, shkollë jashtëzakonisht të njoftën në Berlin, dhe edhe më kanë ndihmu shumë që të bojnë disa aktivitete në kuadër të